Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton In and Out. Barazia midis grave dhe burrave ka të bëjë me dukshmërinë, pavarësinë, por gjithashtu edhe me pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe të burrave në të gjitha fushat e jetës, qoftë jetës publike apo asaj private. Pra, ky koncept përfshin njohjen e rolit plotësues të gruas shqiptare në shoqërinë zvicerane, por gjithashtu edhe në shoqërinë shqiptare. Duke pasur parasysh këtë vlera themelore, emisioni i sonëm është përpjekur të jap një dukshmëri kësaj barazie, duke ju paraqitur disa realizime, projekte të realizuara ose nga gratë ose me gratë shqiptare në Zvicër. Shkelja e lirive, cenimi i dinjitetit apo diskriminimi vazhdojnë të përbëjnë realitetin e gruas shqiptare në Zvicër apo në vendin e origjinës. Ngjarje të ndryshme që sot do të ju prezantojmë tregojnë megjithatë një dukshmëri më pozitive, do të thotë do të shohim që zhvillimi i situatës së gruas vetëm po shkon për të mirë dhe në favor të saj. Reportazhin që do ta ndiqni tani në vijim ju tregon disa gratë të cilat kanë marrë pjesë në konferencën e organizuar nga Instituti Zviceran i Studimeve Shqiptare në Zvicër. Ato së bashku me gjithë disa gra zvicerane dhe profesionistë të Zvicrës kanë debatuar, menduar dhe analizuar se si mund të ndërmarrim masa për të përmirësuar çështjen e integrimit dhe pozitës së gruas shqiptare, por edhe gruas imigrante në Zvicër. Le të shkojmë me reportazh. Çka jemi të mbledhur gjithë këtu? Për simpoziumin e femra shqiptare kualifikuar, potencial integrimit me shikim krahasimor me femra tjera. Si u organizu kjo ngjarje, do thotë pash që kishte shumë intervenues zviceran, por edhe shqiptar me një nivel të lartë të studimeve, si arriti të bashkoni gjitha këto profile të ndryshme të femrave? Duke tema është ajo që i ka tërheqë njerëzit, para se të them ne kemi tërhequr vetë tema, mundësia dhënies në shprehjes, kjo më duket që ka bërë që ka tërheqë këto personalitete që nga jeta publike zvicerane, që nga ona jonë shqiptare. Profili gruas migrante shqiptare ka ndonjë veçanti nga gratë tjera migrante në Zvicër? Pak më herët u cek nga një intervenuese se nuk ka ndonjë veçanti të madhe, ndoshta veçanti që mund të them është një lidhshmëri më e madhe me vendet nga vinë. Themi që imazhi apo profili gruas shqiptare ka ndryshuar në diasporën shqiptare? Mendoj që po. Mendoj që po, se në brenda këtyre viteve shohim vetë fakti se është rritur numri i studentëve shqiptare në Zvicër. Mendoj se jemi në një fazë tani ku ka filluar puna mirëfillt e integrimit, po dhe vënies më pas do të thotë këtyre pasurive që kanë pas, jo domosdo këtu që janë krijuar në Zvicër, por janë krijuar në vendet nga vinë. Do thotë gruaja shqiptare ka ecur përpara sa i përket formacionit saj studimor, po cilat janë sfidat tani që i mbeten për t'i kaluar? Sfidat janë shumë të numërta. Ne sot mendojmë më tepër janë shkëndija, mendojmë të ndezim zjarrin e veprimit më vonë. Sfida e parë ndoshta është që vetë ne të bindemi se kemi potencial, para se të bindim tjerët. Sa kohë jeni këtu? Ka 4 muaj që kam filluar punën. Do thotë ju jeni një grua migrante e kualifikuar, ka vetëm 4 muaj që keni ardhur në Zvicër dhe keni gjetë punë më njëherë? Po, faktikisht punën e kam gjetë më së pari, mandej kam ardhur. Ka një vit që kam konkurruar edhe me konkursin e parë kam pas fat që ta fitoj këtë post, edhe jam e kënaqur me pritjen, me gjithë që më ofrohet në aspektin profesional. Në tregoni, sot jemi këtu për temën e gruas migrante të kualifikuar në veçanti shqiptare. Si është imazhi sipas ju i gruas migrante në mënyrë të përgjithshme? Ndoshta nuk kam referenca që të flas për të kaluarën e ta bëj një krahasim, unë mund të flas vetëm për këto 4 muaj sa jam këtu. Unë jam prit në një mënyrë që nuk kam pa asnjë dallim mes meje dhe grave tjera zvicerane apo nga regjioni apo nga Bashkimi Evropian, kështu që unë mendoj që kam qenë e trajtuar me të vërtet në mënyrë shumë korrekte. Ndoshta në fillim imazhi nuk është shumë pozitiv, sepse njerëzit mund të kenë në mendje shembuj negativ ose mund të kenë
një imazh negativ, nuk do thotë që më vonë ky imazh nuk ndryshon. Do thoya që është e vështirë, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të huaj të tjerë. Megjithatë duhet punë, duhet kohë, duhet të jemi të durueshëm që të na pranojnë në fakt. Ka ndryshuar pak imazhi, vërtet apo jo? Besoj se po, është pak e vështirë për mua të them a ka ndryshuar apo jo, sepse unë jam në një botë profesionale ku të jesh i huaj, të flasësh gjuhë të ndryshme është diçka që vlerësohet shumë. Tani s'do thotë që është fush me lule gjithandej, domethënë, por kam shpresën që ka ndryshuar, vështirësi ka akoma dhe do të ketë, punë ka akoma për të bërë. Le të shohim. Cilat janë vështirësitë për gruan migrante shqiptare? Vështirësitë për gruan emigrante shqiptare mund të jenë të ndryshme, mund të jenë integrimi social, puna, mund të jenë ndoshta edhe nuk e di, gjuha nëse flasin, ndoshta edhe varet për çfarë arsye kemi ardhur në Zvicër për të studiuar, apo kemi ardhur kur ishim të vegjël me familjen, domethënë ka problematika që janë të ndryshme dhe duhet parë, domethënë. A vazhdon akoma ideja se ose duhet për një grua migrante shqiptare të zgjidhë familjen apo karrierën? Ekziston kjo lufta në mes të dyat apo bashkohen? Shpresoj që jo. Shpresoj që çdo grua të ketë mundësi të zgjedhë çfarë dëshirë të zgjedhë, domethënë të dyja nëse dëshiron, por nuk është se duhet të zgjedhësh patjetër ose njërin ose tjetrën. Idealisht ti kombinosh të dyja janë mirë. Po sa i përket gruas migrante shqiptare në diasporë, si ju keni jetuar dhe keni bërë jetën në Kosovë, në shoqërinë kosovare, si është imazhi gruas migrante shqiptare? Po unë mendoj që edhe në atë aspekt është duke u ndrua ky imazh që ka ekzistuar, domethënë vazhdimisht gratë migrante kanë qenë ato që kanë shërbyer, që kanë bërë punë me të vërtet ato që janë më të thjeshtat edhe kanë qenë ndoshta edhe kvalifikimet e tyre që nuk ju kanë dhënë më tepër mundësi, ndoshta edhe emancipimi i cili tashmë veç po shihet që është në rrugë të mirë, dhe unë tash kam kontakte për një kohë kaq të shkurtë me shumë mjeke, me shumë profesioniste dhe gratë suksesshme në Zvicër, e që janë shqiptare. Po në imazhi ka ndryshuar në Kosovë, është më pozitiv apo më negativ, apo është pak i stereotipuar? Po mendoj që informatat kanë filluar të jenë më të shpeshta lidhur me migrantet që janë përgjithësi në Evropë, dhe kjo ka ndikuar se e di që prej kur isha në Kosovë kam pa domethënë emisione të shumë takove të fundit që kanë folë për shumë gratë suksesshme në Evropë, dhe kjo faktikisht ka filluar ta ndrojë atë imazhin jo të mirë të them në thojza për gruan migrante, dhe kjo është në ndryme sipër. Si ka qenë imazhi më parë? Një grua që jap të gjitha vetëm për familje, apo që sakrifikohet, apo? Po mendoj që ka pas perioda të ndryshme, kanë qenë ato perioda kur burri ka qenë në migrim, gruaja ka qenë në Kosovë, ka qenë perioda kur ato kanë filluar të vinë, domethënë ti bashkohen në familjes burrit, faktikisht në kohën kur ato kanë nejtë në shtëpi, ka qenë perioda kur ato kanë filluar të bëjnë punë të thjeshta, po mendoj që tash ajo ka ndruar, ato kanë filluar të jenë edhe gratë suksesshme. Po mendoj që është një evulim shumë i ngadalshëm, ndoshta, po megjithatë po shihet një ndryshim. A mendoni që gruaja migrante ka një luftë të veçantë nga gruaja në përgjithësi në shoqëri? Po, gjithsesi do të thotë që megjithatë bariera e gjuhës, e kulturës, gjitha këto e bëjnë që njeriu të mos jetë menjëherë në atë mos ta paraqet vetveten në mënyrë komplete, domethënë ekzistojnë gjithsesi ato pengesat, barierat kulturore e gjuhësore, mirë po me kohë edhe këto unë besoj që do të zbuten. Është një lajm i mirë kur shihet që edhe gratë tani po vazhdojnë, po mundohen të debatojnë rreth çështjeve dhe sfidave që i presin sa i përket integrimit të tyre në Zvicër. Shkojmë tani nga Berna në Zyri për të folur për Bleta Gashi.
Edhe në këtë skenë, Bleta Gashi ka marrë vendin e saj si kandidate për Miss Zyrihun 2013. Duke bërë një ndër 12 kandidate, ajo ka fituar të drejtën të merr pjesë drejt për drejt edhe për Miss Zvicrën 2014. I urojmë shumë sukses Bleta Gashit, aq më tepër kur e dim se ajo është prezantuar me moton një ditë pa buzëqeshje është një ditë e humbur. Po në literaturë, çfarë po ndodh? Kësaj radhe ne do t'ju flasim për një shkrimtare mjaft të njohur, Elvira Dones. Kjo e fundit është prezantuar me një botim të librit të ri i cili quhet Një luftë e vogël dhe e përsosur. Elvira Dones në gjitha librat e saj trajton çështjen e gruas shqiptare. Kësaj radhe janë në shënjestër 3 gra të reja shqiptare që na vijnë nga Kosova. Historia ndodhet gjatë luftës në Kosovë dhe siç e thot një analist i njohur zviceran, një luftë nuk mund të kuptohet pa e kuptuar edhe pikpamjen, mendimet dhe ndjeshmërinë e gruas gjatë luftës së trajtuar. Elvira Dones është një shkrimtare që trajton, siç e thash edhe pak më herët, çështjen e gruas shqiptare. Ajo që ndoshta je vlen që të cekët është edhe një ndër librat që më të hershëm me titullin Kardigan, ku aty figura e një gruaje shqiptare, kësaj radhe emigrante dhe në Zvicër, trajton një temë shumë interesante, ballafaqimi mes dy kulturave, pra asaj shqiptare dhe kësaj zvicerane. Aty shihet ajo vënë pa me shumë talent dhe me një shkrim të veçantë se sa e ndërlikuar, sa komplekse mund të jetë komunikimi mes dy kulturave të cilat edhe pse ngjajnë në mënyrë sipërfaqësore, ato prapse prap mbeten shumë të komplikuar për të arritur deri tek një mirëkuptim. Sa herë që flitet për kulturë, është e pashmangshme që të flasim edhe për këngën, edhe pse këngëtarët të jashtë të vendit të kanë treguar talentin e tyre dhe sukseset e tyre, mendoj që ja vlen që të flasim edhe për Gentiana Merturin. Gentiana Merturi është një vajzë 17 vjeçare e cila arriti të merr pjesë në The Voice of Germany 2013. Ndërsa po shikoni disa fragmente të këngës së saj, ne mund të cekim edhe vlerësimin e një këngëtare shumë të njohur në Gjermani, Nena, e cila me të dëgjuar zërin e saj thotë që kjo ka një zë të pabesueshëm. Nuk mund të përfundojmë këtë emision pa folur për një bukuri e cila ka arritur jo vetëm në nivelin nacional, por edhe në nivelin ndërkombëtar. Kam fjalën për Eriona Ala. Eriona Ala, supermodelja që po shkëlqen në New York, është një vajzë mjaft të mahnitse. Eriona zbulohet nga agjencioni Elite Milano, i cili e dërgon në garën internacionale Elite Model Look në Shanghai të Kinës. Prej dikun 365.000 kandidatëve nga krejt bota, 72 u gjendën në finale. Ndërto pra edhe Eriona u rendit e dyta. Sikur se po i shikoni edhe imazhet, ky sukses i hapi Eriones derën në botën e modës. Sipas profesionistëve të modës, Eriona është një bukuri unike. Bukuria e saj është e jashtëzakonshme dhe fuqia që buron nga sytë e saj do ta sjellë atë së shpejti në faqet e para të revistave të modës siç janë Vogue. Për të gjithë ata që kanë dëshirë të njohin më shumë për Eriona Alan, ju këshilloj të shikoni në albinfo.ch shkrimin që ja kemi kushtuar në veçanti asaj. Teleshikues të nderuar, shpresojmë që me këto reportazhe dhe me komentet tona kemi arritur të ju zgjojmë kurrështjen sa i përket situatës së gruas shqiptare në diasporë. Të paktën me gjitha këto reportazhe shpresojmë që ju kemi dëshmuar se çështja e gruas vetëm është në lëvizje e sipër. Natën e mirë dhe miropafshim në emisionin ton të ardhshëm.